Deputetja Jovana Tranchevska dhe Aleksandr Trajanovski, i cili ishte kandidat i partisë për kryetar të komunës së Aerodromit, janë nën kryetare të ri të LSDM-s. Vendimi u mor në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit Qendror të partisë, kur LSDM njoftoi gjithashtu se Aleksandar Dimitriević do të mbetet sekretari i përgjithshëm, ndërsa Lupço Farmakovski do të vazhdojë të ushtrojë funksionin e sekretarit organizativ në kuadër të rikonstruimit të paralajmëruar partijak. Na izvršniet odbor se Një pjesë e antarëve të Këshillit janë Dejan Nikolovski, mëtej Jon Fërçkovski, drejtor aktual i Qendrës për Analizë në Parti. Antarët e deritanishëm Simona Cvetanovski, mëtej Renata Mladenovski, Petar Ognenović është antar i ri, Andrej Zhernovski dhe të tjerët do t'i ndajmë me publikun. Sipas VMRO-DPM-s nuk ka gjë të re në këtë udhëheqje të LSDM-s, duke thënë se ky është i njëjti kuadër i vjetër, që nuk do të sjellë ndryshime të reja. Dejan Nikolovski, vrabotem vo kabinetot. Dejan Nikolovski i punësuar në kabinetin e Zoran Zaevit dhe i ngarkuar për investimet e huaja, si dhe kryetari deritanishëm i Këshillit të Qendror, pra kuadër i vjetër. Andrej Zhernovski kaluar nga PLD në LSD, e Zoran Zaevit për funksion, diplomat i pasukseshëm dhe skandaloz. Kryetar komune i pasukseshëm, ndërtues i pasukseshëm, kurse publiku nuk e mban në mend për asgjë të mirë, por vetëm për përhapje të panikut se do të shembej stadiumi që ende e kemi në Shkup, pra gjithashtu kuadër i vjetër. Në lidhje me rikonstruimin e LSDM-s të paralajmëruar para zgjedhjeve, udhëheqja e vjetër dhe antarët e Këshillit Qendror, kohët e fundit dhanë dorëheqje, ndërsa partia formoi edhe një ekip antikorrupsion, për të cilin thonë se është krijuar nga kuadrë të ri partijak dhe që do të ketë për qëllim të zbulojë skandalet e pushtetit. Gjithashtu përmes platformës së prezantuar, LSDM thotë se çdo qytetar që ka dyshime për ndonjë krim të mundshëm do të mund ta denoncojë aty.